Tashmë, sidomos kohëve të fundit, është shqetësuese fakti se kemi shumë aksidente në komunikacion dhe atë me fatalitet. Numri i aksidenteve me pasoja fatale dhe i personave që kanë humbur jetën në trafikun rrugor në Kosovë ka shënuar rritje gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Sipas statistikave të policisë së Kosovës, nga janari deri në qershor të vitit 2026 janë regjistruar 45 aksidente fatale, kurse rëndimet trupore kanë marrë 4117 raste në vitin 2026. Këto shifra janë alarmante dhe patjetër se po rrezikojnë. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se brenda 24 orëve të kaluara ka shqiptuar 2638 gjopa në trafik. Sipas raportit të policisë, gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar disa aksidente trafiku rrugor, 2 me fatalitet, 30 aksidente kanë qenë me lëndime e 36 me dëme materiale. Gjatë kësaj periudhe, policia njofton se janë arrestuar 31 persona, ndërkaq 19 të tjerë janë dërguar në mbajtje, kurse 2 persona u dërguar në vuajtje të dënimit.